Sot në orët e paraditës, një zjarr ka përfshirë xhamin në lagjën Dardania. Sipas informacioneve fillestare, dyshohet se shkaki i zjarrit ka qenë energjia elektrike. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, në vendin e ngjarjes ka ndalë njësitë relevante, përfshirë zjarrfikësit dhe policinë, të cilët kanë arritur ta lokalizojnë zjarrin dhe të parandalojnë përhapjen e tij. Si pasojë e flakëve janë dëmtuar pjesa kryesore e teknikës, aparaturat e zërimit, kutia siguresave si dhe pajisje të tjera elektrike brenda objektit. Në raportin e dërguar nga zëdhënësia e policisë Vlera Krasniqi, thuhet se sot me datë 26 qershor 2026 është pranuar informata për zjarrvënie në një objekt fetar në rrugën Driton Zeneli në Gjakov. Njësitë relevante të policisë janë përgjigjur menjëherë në rast, po ashtu edhe zjarrfikësit, me që rast zjarri ka arritur të lokalizohet dhe nuk ka pasoja në njerëz, por vetëm dëme materiale. Në koordinim me prokurorin e shtetit, janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore dhe procedurale të nevojshme, thuhet në njoftimin nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakov.